Do të kalojmë tani tek receta e dytë. Kemi pashaqofte. Po, qoftet e pashajt, të silluar në një mënyrë tjetër, për t'i dhënë atë shijën më të veçantë të mishit të grirë që ne gjithmonë. Po, ndërkohë kemi dhe përbërësit, se çfarë e bën të veçantë të gatimit të sotëm, të recetë pashaqofte me mish të grirë dhe me salcice. Kemi marrë 300 gram mish të grirë, 100 gram salcice të freskët nga i saj, 1 kokër vezë, 1 karot, 2 lugë gjelle bishta qepësh të njoma, 1 hudhër e shtypur, 1 lugë gjelle koper e grirë, 2 lugë oriz, 2 lugë bukë e grirë, kri piper dhe piper të kuq, piper të zi dhe piper të kuq. Për salcën e pashaqofteve, do të përdorim 1 vezë, 1 lugë gjelle miell, 500 ml lëng mishi, lëngu i 1 limoni bashkë me lëkurën e tij, krip piper i zi, kurkum, majdanos, koper, në varësi të aromës që doni t'i jepni në fund të salcës. Diku majdanozi i shkon më shumë se kopri, megjithatë e vendosim deri në fund. Fillojmë me punën. Majdanozi është bashkimi më i mirë, kopra shkon vetëm me spinaqi, kur vetëm spinaqi është kopër. Me kungujt po dhe preshin. në përdorimin tjetër, kur kungulli ka salcën e kuqe, është majdanoz me kopër, dhe kur kungulli ka salcën e bardhë, është vetëm kopër. Po. Pra janë gjithmonë këto ndryshime dhe ne nuk mund të bëjmë futi kungullit tash ti borzilok. Sepse ndikojmë tek Sepse ne nuk e bëjmë pesto për makarona. Nëse do bëjmë pesto për makarona, vendosim borzilokun, shtojmë edhe puren e kungullit, i shkon jashtë mase. Që ti shkoj dhe që ti vi, mishit, për shembull, unë do të shtoj salcice. Kjo është njësoj në përbërjen e salcices. Kam qepën e njom që unë e kam ngrirë. Kam dikute 100 gram. Dale. Ta grim te grirësia e qepës, që ta bëjmë si mish i grirë. Jep atë shijen e veçantë. Në të kundërt, merrni mishin e pulës. Po sa të merrni mishin e pulës, sa ta grimsoni, sa ta keni frikë. Jo salmonela, jo ande, jo këtej, unë ju jap të iden më të shpejt dhe është recetë. Dhe është si recetë. Pra, her pas here, disa receta që janë tradicionale të njohura, të mirë njohura dhe të pëlqyera, duke i moderuar nga pak, i sjellin pak më ndryshe. Ja. Marr. Shtoj. Mishin e grirë. Janë këtë këta. Shtoj masën e një veze. Pra i largojmë që të gjitha. Do të shtoj galet. Masën e orizit. 2 lugë. Kam vënë më tepër. Do shtoj 1 karot. Dhe ja, nuk kam mbaruar me të gjitha produktet. Kam 1 thelpi hudhër. Unë mora këtë të madhen, po. Ja. E lë këtu se do më duhet sërisht. I spostoj pak. Do shtoj specin e kuq. Kripën që kam vendosur 2 herë. Dhe zë brumin. Do të punohet tani me dorë brumi, mirë. Që të bëjmë ato qoftet. Si çdo brum me bazë mishin apo me bazë miellin, duen punohen mirë që përbërësit të lëshojnë dhe të marrin
aromat dhe gjithë potencialin e Pak tyre, vaj. por edhe të lidhet mirë masa. Pra, e pa që nuk ka qep. Po një masë kompakte, e lidhur mirë. Është veza që e mban të lidhur këtë masë. Për thithjen e lëngjeve përdorim këtë galetën ose bukën e Edhe tërshër formuar. mund t'i vendosin që i kemi thënë, është shumë e mirë. Pa tjetër, sepse në përgjithësi familjet i kanë tërshërin që e konsumojnë me kosim. Deri tek tranaja, mund të shkojmë tek tranaja duke bërë ato më të imët, kur nuk i kemi asnjë nga këto. Pra fillojmë me bukën e thekur, tërshërën ose trana. Tash mos ia fusme edhe bullgurit edhe thjesht Ose bullguri do sepse më shumë. ndryshojnë shije. Trana ne mund ta Po. kemi me perime, Jo, trana atë ne të mund ta thjeshtën kemi fare. me kos të thartë për shembull. Por ja, ku kemi këtë masë, e durës është që të qëndroj pak, unë sa të laj duart edhe do t'i zë direkt qofte. Do t'i zëm përsëri duke i lënë të qëndrojnë pak. Erdhëm në pjesën e fundit të hapësirës tonë të gatimit për të vazhduar me recetën e pashaqofteve. Do t'i përmbledh edhe një produkte se çfarë po përdorim për përgatitjen e tyre, kështu që marrim edhe pak kohë për të qëndruar brumi, do t'i lëm mjaftueshëm që të lidhet mirë. Albana do të filloj t'i përgatisë edhe qoftet e vogla. Kemi përdorur 300 gram mish të grirë, 100 gram salcice të freskët, një kokërvez, një karot të gririmët, 2 lugë bishta qepësh të njoma, një hudhër e shtypur, koper e grirë, oriz, bukë e grirë, një 2 lugë gjelle, krip, piper të zi, piper të kuq. Për salcën, një vezë përsëri, një lugë gjelle miell, 500 ml lëng mishi, një limon të shtrydhur bashkë me lëkurën e grirë të tip, krip, piper, kurkum, majdanos, koper. Kjo është lista e produkteve të pashaqofteve me mish të grirë dhe salcice. Me të njëjtin emër do ta gjeni të hedhur edhe në kanalin ton në YouTube Reze Dielli. Hidhini një sy kanalit ton, bëni subscribe dhe zhytuni në rubrikën e gatimit dhe këshillave që vinë nga personazhet nga ekspertët tanë. Tani, do të vjojmë paralelisht me punën. Me ujë ose lëng mishi. Shtoj masën e kripës. Shtoj masë piperi. Kurkuma. Mas ujë lëng mishi. Qumësht. Miell misri. E rahim derisa të mos kokrizohet. Opa. Kam. Lëkurën e limonit. Shumë mund të jetë laja, mund të jetë qiqro, mund të jetë bergamondo, mund të jetë portokall. Qa është agrume i shkon. Po, baza kryesore që Qa është të gjithë e agrume? kanë është një limon. Pra edhe lëkurën edhe limonin ja shtuam tek salca. Dhe këto procese ndodhin paralelisht me qetësinë që po japim I largoj mishit të grirë që mos brumit. të kem pengesa të gjitha. Opa, i zhvendos, ja. Tani do të përgatisim. Kjo është salca. Pra i shtuam të gjitha produktet në të, vjen aroma e freskët e limonit. Në fund, unë do shtoj koperin.
qoftet, marë masën e lugës edhe nga një gjysmë luge, parapërsisht, që t'i jenë dhe të përshtaten në një pjatë ku do të ketë vendos tiganin dhe nuk i pudros me miell, ka mielin e mesit të aty që po të doni dhe i pudros, nëse s'është në një... Po, ajo pudrosja është bërë që të kryohet salca pak më e plot me trash. Por ne shtuam mielin e misit tek salca, kështu që do ta kemi patjetër atë konsistencë. Miell orizi. Nga që është oriz këtu, është miell orizi. Dhe bëjmë një të plot, një tenxhere të madhe të plot për gjithë familjen, sepse 3-4 të tilla do t'jenë në pjatë proporcion, kështu që llogarisim edhe masën e brumit. normalisht gramatura është e pakët, gjë që Pak kërkohet. mish të grirë, pak nga salçicet, sallamet pisaj, i japin dhe aromë dhe e lidhin ato brumin më mirë, i përziejmë gjithmonë kur bëjmë këto qofte, gjithmonë përziejmë disa lloje Dy lloje mishi mish që kemi tash thënë. nëse është mish deri, kërkon patjetër të jetë me mishin e viçit. Nëse është pula, kërkon me mishin e qingjit. Pra, këto Pra janë kombinime dy të kombinime duhura. që duhet gjithmonë të ndiqen. Përse? Sepse mishi i qingjit ka i ndyrë dhe shkon te mishi i pulës, dhe mishi i derit te mishin e viçit. Do t'i skuqim që të sigurohemi që qoftet janë të lidhura mirë, më pas ato, sigurisht që do të zjejnë tek Normalisht këtë salca. mas kemi nesër recetë dhe Ato sa të marrin një faqe të lehtë apo jo. pra, në mbani mend, dje më ka tepruar një mas e mishit të grirë që unë thash është nga salcicet e isajt, mbani mend kam dhe këtë pjesën e sotme. Dhe der një ki me vezë, çfarë të them? Po është nesër, është për një racion tamam, është për një vakt, jo për një racion, sepse racioni më i pakët është 2. Ja. Atje ku zjejnë, ku skuqen qoftet, sigurisht do të shtohet edhe kjo salca bashkë me ujin. Do t'i lëmë që të zjejnë. Është një proces tjetër, një mënyrë tjetër e përgatitjes së pasha-qofteve. Pra, i marri me të mirë. Aty ku bëhen, e të marrë pak kopër. Gjithmonë, bimë aromatike të freskëta. Gjithmonë, po vendosëm përballë thikës që nuk prisin gishta. Do shtoj gjysmën. Tani edhe gjysmën tjetër. Në servirje gjysmë tjetër. Atëherë marr një dras. I shtojmë edhe salcën. Faktikisht duhet të zjej pak sepse është orizi. Nëse unë do ta shtoj direkt tani këtë, Na po du të lëmë të zjejmë pak qoftet, se kanë ato orizin brënda të dhe pazirë. shkoj te receta tjetër, unë se nuk është. Po, i lëmë njanë, i lëmë në qetësinë e tyre i lë që të këtu. zjejnë gradualisht, nuk ka rrezik që ato të ndahen, është brumi i lidhur absolutisht mirë, jo. i fortë, solid. Ka momenti tani që ti shtojmë qofteve edhe salcën që përgatitëm.
me vezë, me lëngun e mishit, me kurkum, kri, piper të zi, limon dhe lëkur limoni dhe merr dhe këtë aromën dhe ngjyrën e bukur të verdhë, të artë, duke i shtuar dhe duke i dhënë akoma më tepër shije lëngut, po ashtu edhe qofteve që përthithin lëngjet aty. Do shtoj vetëm një lugë gjallë, thjesht sa për aromë. Po. Ne do të shërbejmë tani pasha qoftet, i vendosim në një pjatë, duke qenë se jemi dhe drejt fundit. Përgatiteni këtë recet, fillimisht i ka urdisni, ndryshe nga receta asaj recete që kemi mëshuar vazhdimisht të traditës. Kemi shtuar 2-3 element, po edhe pak nga mënyra e përgatitjes e kemi ndryshuar disi për të marrë një ngjyrë tjetër, një shije dhe një aromë tjetër, duke shtuar dhe kurkumën, sepse është shumë e rëndësishme ta theksojmë këtë pjesë, duke i dhënë këtë ngjyrë të artë fantastike. Pra, i gjitha duket të masa kremoze, duket shumë delikate, e tillë duhet të jetë deri në fund, nuk duhet ta lini shumë të ziejë që të largojnë lëngjet. Pra, as më e trash, as më e hollë. Është i puna as e vogël, as e madhe? Është kjo masa e duhur. Dhe ju keni një truk të tillë që kemi mësuar nga Albana, duke zhytur lugën të kjo salca. Luga duhet jetë e veshur mirë, me një shtresë të plot kremoze, për të kuptuar se është gati salca apo supa kremoze, kur ju e përgatisni. Pasha qofte, mira duken, interesante dhe si ngjyrë, edhe të tërheq për ta provuar, për ta shijuar. Më tutje kemi edhe